Tani një muaj keni qenë në koma. Një muaj trupin e ke patur në këtë botë, shpirtin në botën tjetër. Po. Pas një muaj, pastaj je ke rikthyer përsëri në këtë botë. Po. Dhe fotoja parë pas daljes nga koma është kjo. Po. Kjo është fotoja parë. Kjo është motra ime Artenja. Kur mjekët... Sa kohë keni qëndruar në karrocë? Në karrocë kam qëndruar 6 muaj. 6 muaj. Pra gjithmonë mjekët vazhdonin thonin që ti nuk ke shans për të ecur edhe për të jetuar prapë apo jo? Jo, për të jetuar kishte, pastaj ato shpresat thjeshin, si por ishte nga i tetraplegjiku komplet Azia A me diagnozë kalova tetraplegjik jo komplet Azia B. Domethënë fillova me këto diagnoza dhe sot unë jam tetraplegjik niveli C4, Azia D. Domethënë kam kalu A, B, C, D, E është krejt normal, unë jam D. Kam pak komplikime në shëndet.